kur një zemër amerikane rre në ritmin e një këngë shqiptare, kur pasioni për një gjuhë të lashtë lidhet me të tashmen dhe të kaluaren e një populli. Vjen një histori që kalon përtej kufive të zakonshëm të udhëtimeve dhe studimeve. Janet Rainek, një valltare e natyrshme dhe një antropologe e pasionuar, e gjeti veten në një udhëtim që e çoi përtej kufive, drejt thellësive të shpirtit dhe kulturës kosovare. Nuk ishte thjesht një vizitë e zakonshme, por një kthim në një shtëpi të re, ku secili hap ishte një mësim dhe çdo takim ishte një mundësi për të përjetuar më shumë se fjalët mund të shpjegohen. Kosova nuk ishte vetëm një vend për të, ishte një vend që ajo e ndjeu me çdo damar të trupit, një vend që ndryshoi të tashmen dhe të ardhmen e saj. Janet Rainek u magjeps nga origjinaliteti dhe bukuria e gjuhës shqipe, që për të ishte një thesar i pazbuluar. Pikërisht kjo dashuri për gjuhën e çoi për herë të parë në Kosovë në vitin 1981, ku jetoi mes familjeve nga vise të ndryshme. E integruar nga fjalët dhe format e të folurit, ajo u përball me sfidën për të kuptuar dhe shqiptuar shqipen letrare, po në fund u ndjej më afër gjuhës së gjallë e të ngrohtë të fshatrave, që ja fituan edhe zemrën. Po është një gjuhë shumë origjinal, shumë interesant. Për shumë lingvistën e përbota, shqip është një gjuhë shumë interesant, edhe mu po më pëlqen shumë. Është një arsye që kam marrë Kosovën me studiu, se shumë po më pëlqen gjuha. Por nuk jam lingvist, jam antropologe, do thotë kur jam ardhur këtu në 81 me jetu, kam jetu me familjet prej Katundit, në Bregdili, po prej Ana Moravës, Gollakut, me ata kam jetu. Edhe kam nis me shku në për teren, edhe do thotë e kam mësu gjuhën e tyne. Po problemi ka qenë që unë kam qenë të studiu gjurmime abonologjike, për shembull, i kam qenë të lexu Rilindje si gazet, me fjaloren, me shqipen letrarqe, tash po thojnë standarde, por atëherë letrarqe, edhe ka qenë shumë vështirë me gështu ato dy gjuhë, letrarqe dhe katunarqe, edhe unë kam përfundu në anën e katunarqe. E apasionuar pas Ballkanit Perëndimor dhe në kërkim të një teme për magjistraturë në antropologji, Janet Rainek nisi një udhtim përmes rajonit, por ishte Kosova ajo që i fuli drejt për drejt zemrës. Këtu, ajo e gjeti veten si në shtëpinë që se kishte ditur se po e kërkonte. Edhe kur i mungonte Amerika, Kosova mbetej ajo ndjesi e pashpjegueshme që tërhiqte gjithmonë si një mister i bukur. Unë jam ardhuruse Ballkanit, si vend, më ka tërheq gjithmonë, edhe kam lyp një temë për magjistraturën në UCLA, në etnologji, kam udhëtuar për Ballkan, edhe kur kam gjetë Kosovën, kam dash me studiu këtu. Më njëherë kam ditë që kjo është vendi për mu, prej botë kuptim, prej njerëzve, prej sjellje e njerëzve, prej mikpritje, gjuhë, muzika, vale, krejt kulturë më ka tërheq. Edhe kam vendos mu ardhë këtu vitin 80, edhe tani kam shku në Amerikë, kam marrë Fulbright, kam apliku, kam marrë këtë bursë, jam marrë këtu e bashkë kur kam marrë Fulbrightin ka qenë pranverë të edhe të nishën, do thëtë kohën e demonstratëve. Edhe nuk më kanë leju më ardhë, jam met në Beograd, jam met në qira vise të Jugoslavie, të prit me ardhë, të mos dita muj me ardhë hiq në Kosovë. Më në fund më kanë leju me ardhë në Vjesht, edhe më njëherë kam ardhë. Qatë ditë kur më kanë thënë që mundish me shku në Kosovë, kam ardhë qatë ditë. Edhe jam met 2 vjetë, edhe 2 vjetë tjera me bo disertacionin, doktoratin për Berkeley, UC Berkeley. Do thëtë, gjatë vitëve të 80 kam jetu një 4 vjetë këtu, plus verore. E tani jam ardhë në vitin 90 me bo dima humanitare për Oxfam. Jam më ka tërheq vendi, edhe njerëz, edhe unë kam një vetën shumë si shpinë e vetë. Nuk ka qenë një farë, ka qenë letë për mu me inkuadru këtu në shoqni. Edhe kam një vetën shumë e natyrshme. Disa herë më ka marrë malli për shtëpi, po përgjithsisht
kam pas flak për Kosovën edhe hala e kam flak për Kosovën. Nuk e di, është diçka misterioze. Xhenet Rejnek, për ekspoze prodhimi Gazeta Blitz, thot se u befasua kur zbuloi një mënyrë jete krejt ndryshe nga ajo që e njehte. Njerëzit e mbledhur rreth sofrës, të ulur në shilte, duke ndarë çaj, biseda dhe këngë, një botë e ngrohtë dhe e ritmuar që rezononte me shpirtin e saj valltar. Kur jam ardhur në fillim, njerëz kanë ullë në shilte, në odë, me sofrën, me çaj, me pita, me birjan, që ato momente intime të familjare, më kanë tërhek. Muzika, valle, që unë kam qenë valltar në jetën tem, edhe krejt kulturë, edhe halar ka një farë lezet, edhe jetë përpara që ka qenë edhe tash në Kosovë. Kur hec unë në shesh tash, në Prishtinë, që dje kam thash, o sa bukur, sa diçka një farë djenje për mu është një lezet. Nuk muj me as me përshkru bash. Mjaft, e sidomos se kam jetu në Kosovë në ato vite më të vështira, në vitin 80 edhe në vitin 90. Edhe ka diku shumë në botkotimin tem ndaj botës. Do thot, kur jam kthy në Amerikë është duke shumë ndryshe për mu. Do thot, kemi qenë prag luftës këtu në vitin 90, Serb më kanë përzonë në vitin 97, do thot, tamam prag luftës, edhe mu ka ndonë për shtypje që sa po vuj njerëz. Tani kam nis jetën tem në ndihmë humanitare, ka qenë jeta ime prej çatëherë, prej 94 kur jam ardhur këtu me punu në komunën e Vitis, ndihmë humanitare, prej çatëherë, prej 94 deri tash, do thot 30 vjet jam të punu me ndihmë humanitare. Tash jam të punu në Afrikë, do thot jetoj në Kosovë, po punë kryesore kam në Rwanda, të dhanë ndihmë humanitare aty. Kur jam ardhur këtu në vitin 80, s'ka qenë hiç të huaj, shumë pak rrallë që ke pa një huaj këtu. Kërkush s'ka ditë anglisht, veç ata në degën e anglishtes në fakultet. Do thot, krejt ndryshe ka qenë këtu. Edhe unë jam hi shumë thellë në kulturën, kam qëndru si shqiptare. Kam hek që ato kultura tem të Amerikës, kam qenë shumë byllë, shumë kujdes për sjelljen tem, kam pas shumë në ato vitet edhe. Kur jam ardhur në vitin 90, kanë nisë me ardhë organizatat e ndryshme, kanë qenë çatëherë 17 organizatat bomirës në Kosovë, unë me Oxfamin e ato tjerat. Edhe do thot, edhe njerëz kanë pritur të më ardhë këtu edhe me shpejtu, do thot kemi qenë shumë të mirë pritën. Ajo për ekspoze ka folur edhe për librin Amerikania në Kosovë, ku thekson se qëllimi i saj nuk kishte të fitonte para, por të përshkruante për familjarët e saj jetën e re që ishte duke jetuar. Allaj, që libër nuk ka qenë për me publikua. Unë veç kam deshta me përshkru jetën tem në Kosovë, për familjen tem në Amerikë. Do thot, nuk ka qenë qëllimi im me botu një libër, veç kam dash para si me haru, deshta me shkru çka ka qenë jeta ime këtu. Kam nis me 9/11 2001, do thot 9/11, 9/11, do thot kur the World Trade Centers, kur janë bombar, diqesh me ka qu prej gjumit edhe thash duhet, diqesh, se Kosova është qu në kam për Amerikën në qatë moment. Edhe me ka lidh fort emocionalisht me Kosovën, se Kosova ka thanë, qka po mundemi ne me bo për Amerikën, jemi nga që me bo. Mase që kemi qenë ne në krizë në qatëherë, edhe me ka, I don't know, gjithësh me ka lidh fort me Kosovën. Xhenet Rejnek ka parë Kosovën të shndrohet rrënjësisht nga një vend i thjeshtë në një hapësirë moderne me horizonte të reja. Por ajo vetë e ndjen shpirtin e saj ende të lidhur me jetën e dikurshme, me atmosferën më të ngrohtë dhe më të afërt të së kaluarës. Mbi të gjitha, ajo thekson si liria që sot Kosova gëzon është thesari më i madh. Në një botë ku shumë vende vuajnë ende për gjërat më bazike, ajo është e Kosovën si më të pasur, se sa mendojnë vetë qytetarët e saj. Çdo sende ka ndryshua, edhe shumë i komplikuar. Natyrisht që njerëz kanë marrë shtëpi shumë të mëdha, në përkatune që unë mendoj është
është problem, se Gjerbegjin kanë dash me të regu çka kanë kryer aty dhe po kuptoj plotësisht çka kanë mujt me mbri ata në Gjerbet. Po janë të jetu atje, nuk dihet ato të jetojnë ma hiç këtu. Sidomos në qoftë se ka fëmijët edhe nipat edhe mesat në Evropë, me marru qato shtëpi, krejt qatë parë me shku në për shtëpi, ajo me shku në prodhuse këtu, në biznes prodhuse këtu. Ka shumë kafe, ka shumë restorante në për krejt Kosovë janë shumë të bukura, veç nuk është një farë biznes prodhuse, që ata po mëdhimet. Ajo ka qenë ndryshim shumë e madhe, Prishtina është bo, huge, edhe bot kuptimin e njerëzve, ama gjeneratet e ndryshme, cili ka bot kuptimin e vetë. Halja që të shoqe që kam pas para 40 vjetë, ka një mentalitet, qikat si ju, në moshën tuaj, shumë diçka tjetër është, edhe jam tuj, po gjej veten ma shumë ato jetën që ka qenë përpara këtu, po shumë bukur, shumë interesant me pa që ka rinie këtu, ka që global citizens, ata janë inkuadru në botën, edhe shumë it's an exciting time here, ka gjithë shka për në Kosovë, possibilities, mundësiet janë pa kufi këtu. Edhe ajo është për mua, edhe keni liri. Do thotë unë jam shumë e vetëdijshme, se unë punoj edhe në Ukrainë, jam të i dham dime dhe vende që nuk kanë liri, edhe unë jam shumë e vetëdijshme, çka do thotë ju më pas tash liri. Kosovarët po kukasin shumë se nuk janë Zvicër, nuk janë si Gjermani, nuk janë si Austrije, se janë të i krahasu vetin edhe jetë këtu, me jetën në Evropë, në ato vende ma të pasu në Evropë, kurse me krahasu me Afrikën, me Azi, me tjera vendet të botës, ju jeni shumë të pasun. Qashtu po shoh une shatë të pasun jeni ju. Gjenet Rejnak u bëri thirrje të rinjve të qëndrojnë në Kosovë dhe të punojnë për ta ndërtuar vendin e tyre. Ajo theksoi rëndësinë e bashkëpunimit, besimit dhe vlerësimit të sakrificës së brezave të mëparshëm. Ka shumë mundësie në Kosovë, possibilities, janë pa kufi. Edhe unë kisha thënë rinia me vlerësu Kosovën, jo veç me shku për Evropën, e di që jeta është mirë atje, unë e njoh shumë ato vende, komfort, ma shumë interesant është me jetu aty, ka shumë benefite me jetu jashtë, po kjo është Kosovë, ju keni vujt, ju keni luftu për këtë vend, qindra vjetë, prind, gjyshet kanë luftu për këtë vend, mos ignoru këtë Kosovën me shku jashtë, me kriju një jetë atje. Është vështirë këtu, ka shumë sfide këtu, po prapë se prapë, të pare tuat kanë luftu për me pas liri në këtë vend, e qatë liri ju duhet me kuptu shumë thellë, edhe me kriju një vend këtu si duhet, një vend i ri në Kosovë. Jeni të shku në qatë rrugë, po duhet edhe ma shumë, edhe me pas besim në njëri tjetrin, mos me kritiku gjithmonë njëri tjetrin, edhe qeverimet me bashkë punu ma shumë, me qashtu, mos me kritiku non-stop, veç me pas besim njëri tjetrin, me punu së bashku për një Kosovën e re, qashtu. Në këtë udhëtim, Gjenet jo vetëm që zbuloi një kulturë të lashtë, por gjithashtu gjeti një pasuri shpirtërore që ndihmoi në formësimin e identitetit të saj, duke bërë Kosovën një pjesë të përhershme të zemrës. Kjo histori është më shumë se një udhëtim gjeografik, është një udhëtim shpirtëror, ku dashuria dhe mirësia kanë forcuar lidhjen e një amerikane me një popull të vogël, por me një zemër të madhe.